Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin wa sahbihi al-muntajabin wa ala al-jami' al-anbiya illahi wal mursalin. Me emrin e Allahut të gjithë mëshirshëm dhe shpirtot, falënderimet më të sinqerta janë për Allahun e madhruar, paqja e bekimet e Allahut qofshin mbi profetin Muhammed, i familjen e tij të pastër, mbi shokët e tij të zgjedhur, dhe mbi të gjithë të dërguarit dhe profetët e Allahut të madhruar. Të dashur vëllezër dhe motra, ju përshëndes me përshëndetjen e bukur islame. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Paqja, bekimet, mirësi dhe mëshira e Allahut qofshin mbi ju. Së pari, uroj të gjithë shqiptarët kudo që janë gëzuar festat e nëntorit. Allahu i ruajt shqiptarët dhe Shqipërinë, dhe Allahu e bekoft Shqipërinë tonë të dashur. Në ajetet 27-29 të surës Furqan, Allahu i madhëruar thot: "Wa yawma ya'uddu adh-dhalimu 'ala yadayhi yaqulu ya laytani ittakhadhtu ma'a rasuli sabila. Ya waylata ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا." Atë ditë, pra ditën e ringjalljes, i padrejti do të ha gishtat e duarve të veta, duke thënë: "Ah, sikur ta kisha marrë rrugën e drejtë me të dërguarin. Ah, sikur të mos e kisha bërë filanin mik, shok. Ai më ka larguar nga këshilla, nga Kurani që më kishte ardhur. Në të vërtet, djalli e braktis gjithmonë njeriu në çastin e nevojës." Për sot, inshallah, do flasim rreth temës kujdes nga shokët e keqi. Ajetet që citova tregojnë se njeriu i cili kishte mundësi të ndiqte të dërguarin pra Allahut sallallahu alaihi wa ali, ai u devijua vetëm se mori njeriu e gabuar për shok. Shoqërimi me të tjerët ka fuqi të madhe. Ai mund të çojë drejt dritës ose drejt errësirës. Prandaj edhe dietarët kanë thënë: shoqëria e keqe prish zemrën edhe pas këshillës më të mirë. Prandaj ajetet e lartë përmendura na paralajmërojnë që të shmangim shoqërinë që tërheq në mëkate, në dyshime, apo çon në shkputjen me krijuesin, me Allahun fuqiplot. Të zgjedhim shok që nxisin për moral të mirë, për devotshmëri, për dije dhe mirësi. Të mbajmë shoqëri që të forcon karakterin, dhe jo shoqëri që të përbuz dhe të çon në gremin e mëkateve. Ajetet pra gjithashtu na mësojnë se shoku i keq është një nga shkaqet më të mëdha të devijimit. Pendesa për shoqërinë e gabuar nuk ka vlerë në botën tjetër. Udhëzimi nuk mjafton pa shoqërinë e drejtë. Duhet të zgjedhim shok që na çojnë pra drejt së mirës, dhe jo të marrin për shok ata që na largojnë nga e mira, nga e drejta, nga e vërteta. Feja e pastër islame i kushton një rëndësi shumë të madhe shoqërisë dhe zgjedhjes së shokut. Shoku, sipas mësimeve islame, nuk është vetëm një shoqëri e çastit, por një faktor që ndikon drejt për drejt në moralin, sjelljen dhe faktin
për fatin shpirtëror të njeriu. Islami rekomandon largimin nga shoqëria që të shtyn drejt mëkateve, kotësive e padrejtësive. I dashur i zemrave tona, profeti Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wa ali ka thënë: shembulli i shokut të mirë dhe shokut të keq është si ai shitësi të parfumit dhe fartarit. Shitësi i parfumit ose të dhuron pak parfum, ose të shet, ose të paktën shijon erë të mirë, ndërsa fartari ose të djeg rrobat, ose të paktën merr erë të keqe. Kurani e sheh çështjen e shokut jo si diçka të thjeshtë sociale, por si vendim që ndikon edhe në jetën e përtejme. Shoku i gabuar mund të jetë shkaku i dënimit, ndërsa shoku i mirë mund të jetë shkak i shpëtimit. Por cilët janë shokët e këqij? Sipas Islamit, sipas profetit të ehli bejtit të tij, paqja qoftë mbi ta, shokët e këqij që duhet kemi kujdes për tyre janë: i pari, budallai gënjeshtar. Në një hadith të transmetuar nga profeti Muhammed sallallahu alaihi wa ali thuhet: ruhu nga shoqërimi me budallain gënjeshtar, sepse ai dëshiron të bëjë dobi, por të dëmton, të afron të largtin dhe të largon të afërmin. Nëse ja beson diçka, ai të tradhton. Nëse ti i beson diçka, ai të poshtron. Nëse ai flet, të gënjen. Dhe nëse ti i flet, ai nuk të beson. Ti je për të si një mirazh që i eturi e mendon për ujë, por kur shkon tek ai nuk gjen asgjë. Pra këto rreziqe etike dhe pasojat e këqija që përmenden pra në këtë hadith, si dëmtimi, tradhtia, poshtrimi dhe gënjeshtra, janë të mjaftueshme për të na larguar nga shoqërimi me një person të tillë, dhe për të kuptuar se përfundimi i një marrëdhënie me të do të jetë dështimi. Sepse ajo është një lidhje shkatërruese, jo ndërtuese, dhe çon në rënje e jo në ngritje, përmes pasojave të dukshme që vijnë nga ky lloj njerëzish të rrezikshëm, madje dhe keprurës, jo vetëm në aspektin shpirtëror, por edhe material. Lloji i dytë i shokëve të këqij është ai që ruan të metat dhe harron të mirat. Është transmetuar se Imam Aliu, paqja qoftë mbi të, ka thënë: mos u shoqëro me atë që i ruan të metat e tua dhe i harron të mirat e tua. Sa ka sot njerëz të tillë që ruajnë, depozitojnë vetëm të metat dhe të këqijat e shokut të ty dhe harrojnë të mirat e tij. Lloji i tretë i shokëve të këqij që duhet patur kujdes është të dhënat pas dynjas. Pra ata që janë të kapur fort pas kësaj dynjaje. Imam Aliu, paqja qoftë mbi të, ka thënë: mos u shoqëro me bijtë e dynjas, sepse nëse jep pak të rëndojnë dhe nëse jep shumë të kanë zili. Imam Bakr, paqja qoftë mbi të, ka thënë: mos u bëj shok dhe mos u bëj vëlla me katër lloje njerëzish: me mendjelehtin, kopracin, frikacakun dhe gënjeshtarin. Sa për mendjelehtin, ai dëshiron të bëjë dobi, por të dëmton. Sa për kopracin, ai merr prej teje, por nuk të jep. Sa për frikacakun, ai ikën prej teje, edhe madje edhe prej prindërve të vet. E sa për gënjeshtarin, ai thotë të vërtetën, por nuk besohet. Gjithashtu, prej shokëve të këqij është mëkatari i shfrenuar. Imam Zein Abidin, paqja qoftë mbi të, ka thënë: ruhu nga shoqërimi me mëkatarin e shfrenuar, sepse ai të tradhton për një kafshat ushqim, madje edhe për më pak se kaq. Pra mëkatari i shfrenuar është ai i cili është i zhytur në knetën e mëkateve.
Dhe Imam Zein Abidin na thotë që ruhuni nga shoqërimi me këtë mëkatar të shoqëruar, sepse ai të tradhton për një kafshat ushqim, madje edhe më pak se kaq. Lloji 5 i shokëve të këqij është i mbrapshti. Imam Sadik paqja qoftë të ka thënë, mos u shoqëro me njeriu e mbrapsht, sepse do të mësosh nga ai mbrapshtinë e tij. Pra, nëse shoqërohesh me këtë lloj njerëzve, do të bëhesh edhe ti i mbrapsht. Lloji 6 i shokëve të këqij është i ligu, njeriu i lig. Imam Xhavadi paqja qoftë te ka thënë, ruhu nga shoqërimi me të ligun, sepse ai është si shpata e tërhequr, pra e dal nga kllofi. Pamja i duket e bukur, por pasoja e saj është e keqe. Lloji i 7 i shokëve të këqij, që duhet patur kujdes për tyre, është jo besimtari. I dërguari Allahu, profeti Muhammed, paqja e bekimet Allahu qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij, ka thënë: kush beson në Allahun dhe ditën e fundit, le të mos e marrë jo besimtarin si vëlla. Lloji 8 është tradhtari dhe përgojuesi. Imam Sadiku paqja qoftë mbi të ka thënë, ruhu nga 3 lloje njerëzish, nga tradhtari, nga zullumqari dhe nga përgojuesi, sepse ai që tradhton për ty do të tradhtoj ty. Ai që bën padrejtësi për ty do të bëj padrejtësi edhe ndaj teje. Dhe ai që përgojon për ty do të përgojoj edhe ty. Sa të mrekullueshme pra këto thënie të profetet e të libetit të pastër, që na mësojnë se si të zgjedhim pra shokun, me këtë shoqërohemi në këtë jetë, me qëllim që të jemi pra të lumtur në këtë jetë dhe të shpëtuar në jetën tjetër. Lloji i 9 i shokëve të këqij është ai që kërkon të metat e të tjerëve. Ta lloj njerëzit nuk shohin të metat e veta. Pra, ta janë si ai proverbi, thënia popullore, ta shikojnë qimën e tjetrit dhe nuk shikojnë trahun e tyre. Ta pra merren vetëm duke kërkuar të gjejnë të metat e të tjerëve, me qëllim që t'i sulmojnë, me qëllim pra që t'i poshtrojnë, t'i fyejnë. Imam Aliu paqja qoftë mbi të ka thënë, ruhu nga shoqërimi me ata që kërkojnë të metat e njerëzve, sepse askush që shoqërohet me ta nuk shpëton prej tyre. Pra kushdo që shoqërohet me këta lloj njerëzish që kërkojnë të metat e tjerëve, nuk shpëton prej tij, sepse pra ai kërkon edhe të metat e tua kur shoqërohesh me të. Dhe këto të meta ai pra i ruan, i depoziton. Lloji 10 i shokëve të këqij, ka të cilët duhet kemi kujdes, është ai që ndryshon shpejt, pra i ta që ndrueshëm, i luhatshëm. Pra në çdo moment e gjen ndryshëm. Imam Aliu paqja qoftë mbi të ka thënë, më i keqi i shokëve është ai që ndryshon shpejt. Pra jo i keq, po më i keqi, thotë Imam Aliu. Më i keqi i shokëve është ai pra që ndryshon shpejt. Pra ai nuk është konstant në qëndrimet, në mendimet, në opinionet, në thënien dhe veprat e tij. Lloji i 11 i shokëve të këqij është ziliqari. Është transmetuar nga Imam Aliu paqja qoftë mbi të se ka thënë, mos u shoqëro me ziliqarin, sepse ai ta zbukuron veprën e tij të keqe dhe dëshiron që të jesh si ai. Dhe ziliqari është ai që nuk e don të mirën askujt. Ai që gjithmonë uron që e mira tjetrit t'i zhduket. Lloji i 12 i shokëve të këqij
nga të cilët duhet të kemi kujdes, është koprasi. Profeti Muhammed dhe Ehli Bejti, paqja e qoftë mbi ta, paralajmërojnë për shoqërimin me koprasin. Ndoshta kjo është se njeriu merr nga morali dhe sjellja e shokëve të tij dhe ndikohet prej tyre, dhe veçanërisht prej koprasit. Profeti Muhammed sallallahu alaihi wa alihi ka thënë, njeriu është në fenë e shokut të tij, prandaj secili prej jush le të shohë me kë shoqërohet. Është transmetuar nga Imam Sadiku, paqja e qoftë mbi të, se ka thënë, ruhu nga shoqërimi me kopracin, sepse ai do të braktisë për shkak të pasurisë së tij pikërisht atëherë kur të kesh më së shumti nevojë për të. Lloji i 13 i shokëve të këtij është zbukuruesi i mëkatit. Është pyetur Imam Aliu, paqja e qoftë mbi të, cili është shoku më i keq? Ai u përgjigj, është ai që ta zbukuron mëkatin ndaj Allahut. Sa ka sot një person i cili është zhytur në bixhoz mundohet të tërheqë dhe të tjerët duke e zbukuruar këtë mëkat dhe një tjetër. Apo edhe për personat të tjerë, mëkatar të tjerë që mundohen që të zbukurojnë të tjerëve mëkatin ndaj Allah. Dhe shohim sot edhe nëpër media, edhe nëpër televizione, ku shumë për mëkate u zbukurohen njerëzve dhe u shiten atyre si vlerë, apo si humor, apo zbavitje. Prandaj duhet kemi kujdes. Lloji 14 i shokëve të këqij, nga të cilët duhet kemi kujdes, është fyesi, pra ai që shan, edhe fyen. Në një hadith thuhet, kush beson në Allahun dhe në ditën e fundit, le të mos ulet në një vend ku fyhet një imam apo ku kritikohen besimtarët. Pra, nëse në atë vend, kritikohet nga një imam, apo një drejtues feje, apo kritikohen besimtarët, mos u ul në atë vend. Është transmetuar nga Imam Sadiku, paqja e qoftë mbi të, se ka thënë, kush ulet pra një sharsi, pra ai që shan, kush ulet pra një sharsi të dashurit Allahut, ai e ka kundërshtuar Allahun. Sepse Allahu thot mos u ul me këtë lloj njerëzish. Nëse ulesh pra, nëse të qëndruarit pranë këtij lloj njeriu, pra këtij që fyen dhe shan, është mëkat, atëherë si do të jetë gjendja kur shoqërohesh apo afrohesh me të? Prandaj, le të jemi të kujdesshëm. Lloji i 15 është bidatëshiu, ai që përhap risi në fe. Është transmetuar nga Imam Sadiku, paqja e qoftë mbi të, se ka thënë, mos u shoqëroni me hitarët e bidatit, ndjekësit pra e bidatit, të risive në fe, dhe mos u ulni me ta, sepse do të konsideroheni nga njerëzit si një prej tyre. Profeti Allahut, paqja e bekimet Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij, ka thënë, njeriu është në fenë e shokut dhe shoqëruesit të tij. Lloji 16 i shokëve të këtij është argëtuesi i shfrenuar. Është transmetuar nga Imam Aliu, paqja e qoftë mbi të, se ka thënë, ruhu nga shoqërimi me atë që të shpërqendron dhe të josh në gjëra të kota, sepse ai do të braktisë dhe do të shkatërrojë. Lloji 17 është ai që ndërpret lidhjet familjare. Është transmetuar nga Ahli Bejti, paqja e qoftë mbi të, se kanë thënë, ruhu nga shoqërimi me atë që ndërpret lidhjet me të afërmit e tij, sepse e kemi gjetur të mallkuar në librin e Allahut.
Allahu i madhuar thot në surën Muhammed ajeti 22, a mos vallë, nëse merrni pushteti do të bëni prishje në tokë dhe do të kaputni lidhjet familjare, ndërsa në ajetin 25 të surës Ra'd, Allahu thot, e ata që e prishin besën ndaj Allahut, ata që e shkelin besën ndaj Allahut, pas lidhjes së saj dhe këpusin atë që Allahu ka urdhëruar të mbahet e lidhur, dhe këto janë pra lidhjet familjare, dhe bëjnë prishin e tokë, për ta është mallkimi dhe për ta është përfundimi i keq. Të dashur vëllezër dhe motra, këto pra ishin 17 lloje të shokëve të këqij, për të cilët pra ne duhet të kemi kujdes. Allahu na mundsof që të shoqërohemi me njerëzit e mirë, me njerëz kundrejt, me njerëz besimtar, njerëz të devotshëm, njerëz që na udhëzojnë në rrugën e mirësisë, njerëz që na e duan të mirën, inshallah. Allahu ju ruaj, ju bekoft, ju begatoft, ju dhe familjet tuaja. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Paqja, bekimet, mirësitë dhe mëshira Allahu qofshin mbi ju.